Presidenti Bajram Begaj ka dekretuar ligjin e ri për parandalimin e konfliktit të interesi, duke i hapur rrugë hyrjes në fuqi të rregullave të reja për transparencën dhe integritetin në funksionet publike. Ligji vendos kufizime të qarta jo vetëm për zyrtarët e lartë shtetror, por dhe për familjarët e tyre, me qëllim shmangjen e çdo përfitimi të mundshëm nga pozicioni publik. Në fokus të dispozitave janë funksionarët e lartë kushtetues, antarët e Këshillit të Ministrave, deputetët dhe kryebashkiakët. Sipas përcaktimeve të reja, këta zyrtarë dhe familjarët e tyre nuk do të mund të zotrojnë aksione apo të ushtrojnë veprimtari biznesi që përfitojnë nga pasuria apo fondet e shtetit. Synimi i ligjit është të forcojë ndarjen mes interesit publik dhe atij privat, duke reduktuar hapësirat për abuzim. Një tjetër pikë e rëndësishme lidhet me ndalimin e pranimit të dhuratave. Vlera maksimale e lejuar është kufizuar në 10.000 lekë, ndërsa çdo tejkalimi i këtij pragu konsiderohet shkelje e ligjit. Po ashtu parashikon rregulla të reja dhe për periudhën pas përfundimit të mandatit. Ish zyrtarëve u ndalohet të emërohen në pozicione drejtuese në kompani private që kanë pasur lidhje me institucionin ku ata kanë shërbyer për një afat deri në 2 vite nga largimi nga detyra.